të bëjnë nuk duket as pak si ajo që ne kemi parë gjatë 3 ose 4 dekadave të fundit. Ambasadori, ju keni qenë departament në shtetit në shumë pozicione. A ka pushtet K Street, pra firmat lobiste, a kanë fuqi vërtet në departamentin e shtetit, sepse në Shqipëri ata po paguajnë lobist për të bërë fushat dhe lobime, a kanë vërtet fuqi të ndryshojnë departamentin? Ju e dini, varet nga kush dhe kush është në detyrë dhe kush po lobon. Por mendoj se shumë vende do të gjeni nëse ishte objekti se po paguajnë tarifa shumë të larta për lobistë Washingtonit dhe duke mos marrë asnjë rezultat. Ju e dini se ambasadat në Washington shpesh kërkojnë opinione nga njerëz për të marrë këshilla se si të procedojnë në biseda informale. Kudo në Shqipëri. Pashta një djalë me kryq. Këtu, të varur. Unë do t'i jap urdhër hiqe, qeni briqeni. Was that this was a historic agreement to normalize the region. He talked about the mini Shenzhen zone. He talked about the mini Shenzhen zone. He talked about the mini Shenzhen zone. Well, now, when you say Shenzhen, do you think Shenzhen as in China's province or Schengen like in Europe? Because you couldn't figure it out. Europe. The U.S., not Kosovo. Can you clarify what that means? Historic agreement to normalize the region. He talked about the mini Shenzhen zone, which is now going to be an economic region. So, agreement. Did they sign an agreement with each other, or did they sign an agreement with the United States? They signed an agreement to work with each other. But they didn't... They did not sign with the United States. We're not a signature. President Trump signed something. We watched him. Yeah, correct. What did he sign? What did he sign? He signed a, how would you describe it, basically a letter acknowledging that they are going to work together and do this agreement. Maybe it's easiest to ask this way. Can you just lay out very specifically what each gentleman signed today? What was that? They both signed agreements to work together to normalize their economic and commerce relationship. Agreements are not the same, right? They are 99.9% the same, but of course there's one point that's different at the very bottom. Edhe parë do hap, edhe gjak do derë. Ramiz Alia. Hipokrit e servit. Plak e agjenturës. S'pun jam më keqe në politikë. Mehmet Shehu ishte një terrorist. Enver Hoxha. Antikombëtar. Neve s'bëjmë çuditëra, jemi marksistë. Bazament i ekuilibrit moral dhe identitetit shqiptar. Këtu. Enver Hoxha është një jeniçer i stalinizmit. Pranimi i partive të tjera do të thotë dorëzosh çelësat pushtetit
popullore. Nexhmia Hoxha. Pjesë e setit të agjenturës. Nexhmia Hoxha është panterëzes. Zonjusha me flokë të thinjora. Baballarët e tyre nuk i vram sot. I kemi vrarë gjatë 40 vjetëve që i kanë shkuar, 45 vjetëve. Edhe unë propozoj të arrestoj. Po mirë, Po si bukurisht? dakord, po si? Lutem. Partia ime më arreston? Po partia tënde të arreston se kemë fajton.